Presidenti Amerikan Donald Trump ka konfirmuar se ndroi fshehurëzi avion ndërsa po largohej nga samiti i NATO-s në Turqi muajin e kaluar për shkak të një kërcënimi të mundshëm. Unë zgjedh shërbimin sekret dhe ushtrinë, ata donin që unë të udhtohem një fluturim tjetër me një aeroplan tjetër, u tha Trump gazetarëve, thjesht duhet të bëj atë që thon ata. Zbulimi vjen pas raportimeve se Trump hipi në Air Force One më 8 korrik përpara kamerave televizive parë se transportohej fshehurëzi në një avion ushtarak me ndihmën e një kamioni ushqimor. Dyshimi i minutës së fundit ka ngritur pyetjet nëse ata që mbeten në aeroplanin mashtrues ishin në rrezik. Megjithatë, Trump pohoi të martën se avioni ushtarak në cilin ai hipi ishte rrezik më i madh. Zyrtarët i thanë CBS News, partnerit amerikan të BBC-s, se SBA kishin zbuluar një kërcënim të besueshëm iranian për të qelluar një raket drejt avionit. The New York Times raportoi se inteligjenca amerikane kishte informacion për një person pranë samitit të NATO-s, i cili më parë kishte lëshuar një raket nga ato që lëshohen nga supi. Gazetarët, disa anëtarë të stafit të shtëpisë së bardhë në bord nuk dinin se presidenti amerikan ishte nxjerrë nga avioni si pjesë e një mashtrimi të përpunuar në përgjigje të kërcënimit të mundshëm iranian. Trump më parë kishte thënë se ishte objektivi numër 1 i Iranit gjatë samitit në Ankara. Mendoi se kishte një kërcënim atje jashtë, tha presidenti gjatë vizitës në bordin Air Force One në një aktivitet në Ohio të martën. Nuk pyeta shumë për këtë, marr shumë kërcënime. Ai shtoi, kam shumë kërcënime për cilat ju nuk jeni ndjeni. Manovra klandestine muajin e kaluar dhe një ditë pasi SBA rifilluan sulmet ushtarake ndaj Iranit pas një ndërtimi të negociatave mes Washingtonit dhe Teheranit për t'i dhënë fund luftës.